që prej nisjes së vitit shkollor janë realizuar rreth 430.000 dëbistime sa i përket shëndetit oral tek nxënësit, në zbatim të programit të qeverisë shqiptare që mbështesin shëndetin dhe mirërritjen e fëmijëve nga 6 deri në 14 vjeç. Të dhënat u bën publike nga drejtoresha e përgjithshme operatorit kujdesit shëndetësor Jeta Deda, gjatë një takimi me specialistë të fushës dhe përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Lezhë. Duhet ende një nevojë për të nxitur edhe prindin për rritjen e besimit, por edhe stomatologun, siç thash, për të rritur mundësinë e ndërhyrjes, të edukimit së pari, por që ky edukim nuk vjen dot vetëm duke komunikuar drejt për drejt me fëmijën nëpërmjet mësuesit, por do duhet një lidhje e përbashkët edhe me prindrit për të arritur një sukses, edhe që këto kabinete dentare të cilat janë investuar edhe që funksionojnë brenda shkollave, mos jenë kabinete që kanë një numër të ulët ndërhyrjesh, por një numër që është gjithnjëherë në rritje dhe që patjetër bashkohet edhe me stomatologun privat. Kjo droja vjen edhe për shkak ndonjëherë edhe të mungesës së edukimit për shëndetin oral. Kështu që është një nevojë që jo vetëm fëmia ta marrë, por ndonjëherë edhe prindi për shkak të 1000 arsyeve që mund të mos ta ketë këtë dijeni për shëndetin oral ashtu siç duhet, për nevojën për higjenë orale, por edhe për mirëmbajtjen e shëndetit gojës. I pranishëm në këtë takim kryetari i Bashkisë Lezhë Pieri Ndreu tha se shërbimi dentar publik nuk ka qenë në nivelin e duhur dhe kjo situatë duhet të ndryshojë. Shkëmbimi i përvojave në tryezë është një gjë e jashtëzakonshme që në fakt i tregon edhe të tjerëve se ne po merrem me këtë punë dhe po i vëmë pikat në i dhe po i tregojmë njerëzve se çka kanë dhe nuk e profitojnë, çka duhet ta përfitojnë dhe si. Prandaj jam gjithë shpresë se edhe këtë shërbimi është vruar të gjithë ku duhet, por i vërtetë duhet të pranojmë me një gjë, nuk është se informacionet tona kanë qenë shumë të këndshme nga shërbimi në Lezhë. Ta themi kështu. Megjithatë, mendoj se në këtë tryezë do të rregullohen shumë gjëra dhe ky shërbim do shkojë në nivelin që duhet. Programi i dëbistimit do të vijojë edhe në javët në vijim duke përfshirë më shumë shkolla në qarkun e Lezhës me synimin për të ndërgjegjësuar fëmijët dhe familjet e tyre mbi rëndësinë e kujdesit për shëndetin oral.